Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut merr mbështetjen për integrim nga Slovenia. Kryeparlamentari Afrim Gashi, mikpriti homologën slovene, Urshka Zupančić, tha se Slovenia mbetet mbështetëse e madhe e Maqedonisë në rrugën e saj europiane, pres me padurim ditën kur mund ta mirëpresi Maqedoninë e Veriut si anëtare barabartë të Bashkimit Evropian. Personalisht besoj se kjo nuk duhet të jetë larg, sepse anëtarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk duhet të jetë më çështje nëse apo kur, duhet të ndodhë shpejt, u shpreh kryetaria e Kuvendit të Slovenisë gjatë vizitës së saj zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Maqedoninë e Veriut për nivelin e korrupsionit. Sipas ambasadorit të Unionit në Shkup, Mihailis Rokas, korrupsioni është sfidë e madhe për vendin dhe hapi domosdoshëm drejt ndryshimit të shpejtë dhe arritjes së reformave. Zëvendës ambasadori e SBA-s, Nikola Varnes, theksoi se lufta kundër korrupsionit është thelbësore për zhvillimin ekonomik dhe besimin social, ndërsa shefi i misionit të OSBE-s në Shkup, Kilian Vall, theksoi se transparenca dhe zbatimi i ligjeve janë vendimtare për luftë të suksesshme kundër korrupsionit. Mesazhe të tilla janë dërguar në seancën konstituive të trupit ndërinstitucional për koordinimin e aktiviteteve kundër korrupsionit. Vazhdojnë përplasjet në distancë ndërmjet partive të koalicionit shqiptar qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, kreu Arben Taravarit, Riyad Sheqiri, tha se bisedimet brenda koalicionit Vlen nuk mund të bëhen me ultimatume. Sipas tij, mes liderëve të Vlenit nuk ka përplasje dhe përçarje, por thjesht prezantim të qëndrimeve. Sheqiri tha se brenda kuvendit për momentin nuk ka bisedime sa i përket zgjedhjeve lokale. Sipas tij, funksionimi i tyre është në kuadër të koalicionit Vlen, ndërsa në të ardhmen do të veprojnë ashtu sikurse do të vendosë kryesia e partisë. Përplasjet nisën pasi një pjesë e partive në koalicion dëshiron të dalë me kandidat përbashkët, ndërsa Aleanca për Shqiptarët kërkon kandidat më vete për këshillat komunal. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, kërkoi nga partneri i koalicionit Vlen të shpallë publikisht qëndrimin e tij nëse kërkon bashkëpunim me BDI-n. Në intervistë për Alsat, Mexhiti tha se Taravari duhet të ndajë mendjen, është ose jo Vlen brenda një jave. Nuk jemi pa përvojë politike, prandaj edhe, e përshpejtuam iniciativën për shkrirjen e Vlenit. Dhe i themi edhe publikisht edhe tash, duam ta kemi pjesë të Vlenit aleancën për shqiptarët, po e duam një aleancë që nuk e ka opsion Bashkimi Demokrat. Brenda një jave, mas shumti, pra kjo punë do pastrohet, do sqarohet. Sipas zëvendës kryeministrit, reagimet e kreut të Aleancës për Shqiptarët synojnë vetëm të fitojë kohë. Uroj që pra të reflekton, të ndërpret bisedimet me Bashkimin Demokratik për integrim, të kthehemi të rryezës, do miremi vesh siç jemi marrë për shumë gjëra deri tash, vesh dhe në këtë mënyrë pra mund të vazhdojmë. Por kundrazi, nëse dikush edhe me tutje mendon të vazhdon bisedimet me BDI-n, apo të del zgjedhje vetë dhe të bashkëpunon me BDI-n, atëherë mendoj që nuk është pjesë e Vlenit, por kjo duhet të jemi të sinqertë që të deklaron opinion se ne nuk mund ta ndalim. Ishte Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut. Tronditse dhe thellësisht alarmante janë për BDI-n paralajmërimet e Izet Mexhitit për Aleancën për Shqiptarët. BDI thotë se kjo deklaratë tregon se drejtësia në këtë vend është e kapur dhe se qeveria mund të ndërhyjë në vendimet e prokurorisë dhe gjyqësorit. Sipas BDI-s, me fjalët e veta, zëvendës kryeministri konfirmoi se drejtësia nuk funksionon në mënyrë të pavarur, por udhëhiqet nga urdhrat dhe interesat e shefit të tij politik, Kistria Mickovski. Qeveria e Maqedonisë së Veriut arrin marrëveshje me sindikatat për pagat shtesë të administratës publike. Në këtë takim është rënë dakord që duke filluar nga maj i këtij viti, të fillojë pagesa e shtesave të pagës në administratën publike dhe në 4 vitet të ardhshme pagat do të rriten me rreth 30%. Sipas informacioneve paraprake, administrata e punëdhënësve është tërhequr nga rishikimi i kërkesës për rritjen e pagës minimale në 500 euro. Ne jemi dakorduar që ato 30% shtesat të pagave t'i marrim në disa këste në një fat prej 4 viteve, tha Tërpet Deanoski në emër të sindikatave. Nga partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë ka ende shpresë për krijimin e qeverisë pa mbështetjen e opozitës. Deputetja bosnjake Emilia Rexhepi tha se për partinë e saj situata është e qartë dhe ata janë të gatshëm të mbështesin qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Megjithatë, Rexhepi sqaroi se nëse nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme për të gjitha palët, janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje të parakohshme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lufta kundër krimeve zgjedhore ishte kryefjala e takimit të mbajtur në Tiranë ndërmjet pranisë OSBE-s dhe prokurorisë përgjithshme. Në prag të fillimit zyrtarisht të fushatës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ambasadori i OSBE-s, Michael Taran, nënvizoi se integriteti zgjedhor qëndron në themel të një shoqërie demokratike. Prokurorët
Oficerët e policisë gjyqësore dhe përfaqësuesit e policisë së shtetit kanë detyrën thelbësore në të hetimit ndjekjes penale dhe luftës kundër krimit zgjedhor. Taran theksoi se megjithëse është bërë përparim raportet përfundimtare të Odirit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 dhe ato vendore 2023, nxorën në pas se krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keq përdorimi i burimeve të administratës dhe friksimi i votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Të dyja raportet rekomendojnë që organet ligjbaztuese të bëjnë çdo përpjekje për të identifikuar dhe hetuar në mënyrë të pavarur të gjithë akuzat për shkelje zgjedhore, përfshirë shitblerjen e votës, presionin ndaj votuesve dhe keq përdorimin e burimeve të administratës në mënyrë të plotë, të shpejtë dhe transparente. Filloi futja në zarfe fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Kreu KQZ Ilirian Cilibashi u shpreh se procesi dokumentacioni zgjedhor do të përfundojë brenda kësaj jave dhe se fletat e votimit do të dërgohen gradualisht në destinacione të ndryshme përfshirë Greqinë, Italinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera ku jetojnë shtetas shqiptar. Nëse ne përfundojmë këtë procesin e përgatitjes dokumentacionit zgjedhor brenda kësaj jave, po brenda kësaj jave, fundit të kësaj jave, ne do të fillojmë dhe procesin e dërgimit dhe shpërndarjes së zarfeve të postës për atë sasi që ne do të kemi bërë gati. Pra nuk do të presim që ta bëjmë gati komplet sasinë e dokumentacionit zgjedhor dhe materialeve zgjedhore, por pjesë-pjesë sipas destinacionit Itali, Greqi, Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjera. Ndër të tjera i sqaroi edhe një herë procedurën që do të ndiqet nga posta për marrjen në dorëzim të dokumentacionit. Do të shkoj herën e parë dhe nëse nuk e gjen në banesë, do t'i lër një shënim që erdha, nuk ju gjeta dhe do t'i lër orarin kur postieri mendon që do t'i shkoj herën e dytë. Nëse edhe herën e dytë nuk arrin ta kontaktoj, do t'i lër një shënim për herën e tretë. Dhe nëse edhe në herën e tretë nuk ka mundësi që të puqen orari i postierit me orarin kur votuesi është në shtëpi, do t'i lihet një shënim votuesit duke i thënë që dokumentacioni zgjedhor i dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri gjendet në zyrën postare numër kaq, kështu që mund të vini ta tërhiqni në këtë zyrë postare duke paraqitur ky votues dokumentin e identifikimit. Qeveria shqiptare heq vizat për arsye turistike me 5 vende deri më 31 dhjetor nga Azia, Lindja e Mesme dhe e Largët. Në mbledhjen e qeverisë u miratua propozimi për lehtësimin e procedurave dhe kritereve për pajisjen me vizë të shtetasve të huaj që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Nga 15 prillit deri më 31 dhjetor, si afati i fundit, hiqen vizat për udhëtarët nga Arabia Saudite, Katari, Omani, Tajlanda dhe Indonezia. Për shkak të sezonit turistik, hyrja e shtetasve të 5 vendeve në fjalë do të bëhet me pasaport. Ndonse është vendosur për lehtësimin e kushteve të udhëtimit drejt Shqipërisë, strukturat e policisë së shtetit dhe drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin kanë intensifikuar masat për garantimin e sigurisë dhe përmirësimin e kalimit kufitar për qytetarët dhe turistët. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha së bashku me përfaqësues të policisë kufitare dhe drejtoren e drejtorisë vendore për kufirin Silvana Sula inspektuan ambientet e aeroportit. Në sezonin e kaluar me 12 milion turistë patëm 0 incidente për sa i përket konflikteve, veprave penaleve që i ndodhin turistëve. Pra kjo është një shifër që në vendet e Bashkimit Evropian tashmë është vështirë për të gjendur. Ndërsa drejtoresha e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin në Tiranë, Silvana Sulej, bëri të ditur se janë marrë masat për përballimin e fluksit në rritje. Përfaqësues të policisë kufitare deklaruan se organizimi aktual i punës është në përputhje me praktikat më të mira europiane dhe ndërkombëtare, duke synuar identifikimin dhe parandalimin e çdo rasti të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara. Kemi një organizim dhe një standard struktur pune të tillë që të eliminojmë çdo rast të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara, rrisim sigurinë e udhëtimit ndërkombëtare, sidomos lidhur me risk drejt Shtetit Bashkuara apo Britanisë së Madhe, si dhe kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në shkëmbimin e informacioneve në kohë reale me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Qeveria shqiptare do t'i ofrojë dhe 2 ditë pushim administratës në datat 15 dhe 16 maj. Këshilli i Ministrave vendosi që punojësit e institucioneve me sjelljen e 4 bashki, Tiranë, Kams, Vorë dhe Kruj, do të jenë pushim pasi më 16 maj në Tiranë do të organizohet samiti i Komunitetit Politik Evropian dhe do të mblidhen liderët e të gjithë kontinentit evropian. Nga ky vendim përjashtohen forcat armatosura të policisë së shtetit, të Gardës së Republikës, të shërbimit zjarfikës dhe të punojësve të sistemit shëndetësor. Zëvendësimi i këtyre datave pritet të bëhet brenda vitit 2025. Bota.
Serbia konfirmon aleancën me Francën pas një takimi me presidentin Emmanuel Macron. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se bota po hyn një epokë turbullirash që do të zjas dhe se është mirë që Serbia e ka një aleate të madhe në Europë, Francën. Vučić u tha gazetarëve se me Macronin diskutoi për çështjet gjeopolitike dhe për situatën në Serbi. Presidenti serb deklaroi se çështja më e vështirë është situata në Republikën Srpska, entitet në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kam luftuar që të gjendet një zgjidhje kompromisi, nuk mund të pranoj që vetmja zgjidhje është arrestimi i Dodigut. Kjo nuk është zgjidhje, është krijimi i problemeve, tha ai, duke shtuar se ka paraqitur idetë e tij për zgjidhjen e kësaj krize, por pa specifikuar se për çfarë bëhet fjalë. Shefja politikës jashtme të Bashkimit Evropian, njëkohësisht zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Kaja Kallas, gjatë vizitës në Bosnjë dhe Hercegovinë deklaroi se kushtetuta e Bosnjë dhe Hercegovinës është gur themeli i paqes këtu dhe duhet respektuar. Sipas saj, çdo veprim që cënon integritetin territorial, sovranitetin dhe rendin kushtetues apo institucionet shtetërore është i rrezikshëm dhe i papranueshëm. Mirpresim zyrtarët publik, gjyqtarët, oficerët e policisë, të cilët i ka rezistuar presionit politik për të tërhequr nga institucionet e nivelit shtetëror, tha shefja e diplomacisë së Unionit. Donald Trump njofton pezullimin e tarifave për 90 ditë. Nga ky vendim përjashtohet vetëm Kina, që do të paguajë 125% dhe kjo tarif hyn në fuqi menjëherë. Bazuar në mungesën e respektit që Kina ka treguar ndaj tregjeve botërore, unë po e rris tarifën e vendosur ndaj Kinës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 125%. Hyn në fuqi menjëherë, shkruan Donald Trump në rrjetin social Truth Social. Presidenti amerikan njoftoi gjithashtu një pauzë 90 ditore të tarifave të reja për 10 vende. Ai tha gjithashtu se ka ulur tarifat në 10%. Kina ju kundërpërgjigj Donald Trump me një tarif për mallrat e importuara nga SBA me 84%. Vendimi u konfirmua nga Ministria e Financave e Kinës. Rritja e tarifave nga 34% erdhi pasi të mërkurën hyn në fuqi rritja e tarifave nga presidenti amerikan Donald Trump për mallrat kineze. Pekini u bëri thirrje vendeve të tjera që të bashkohen kundër tarifave të Trump. Uniteti global mund të triumfojë mbi tiranin tregtare, thuhet në një editorial në gazetën shtetërore China Daily, duke vënë në duke bashkëpunimet e Pekinit me Japoninë, Korenë e Jugut dhe ekonomi të tjera aziatike. Pas njoftimit të Trump për tarifa doganore, Bashkimi Evropian bëhet gati për të ngrirë kundërmasat. Le të përfitojmë nga këtë muaj, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ruajtja e marrëdhënieve të ngushta transatlantike është një përgjegjësi e përbashkët përballë turbullirave aktuale. Prandaj le ta shfrytëzojmë sa më mirë 90 ditën e ardhshëm, nënvizoi kryeministri polak Donald Tusk, presidenti aktual i Bashkimit Evropian. Një ditë më parë, Bashkimi Evropian dha dritën e çile paketës së parë të kundërmasave, ndërsa ishin gati edhe 2 paketa të reja më 15 maj dhe 1 dhjetor me një vlerë totale për 21 miliard eurosh. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.